Pejgamberi alayhi salatu wasalam duke mbajtur hutben e xumas, e ka ndal hutben, e ka ndërpre. Dhe ka pyet tjetrin, a i fale 2 recata? Kur ka mohu, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qohu dhe fali 2 recate. Qohu dhe fali do më thonë në 2 recate. Kjo thot Sheikh Zejdi rahimahullah kur e kërkon nevoja. Dhe po ashtu ky hadith thot Sheikh Zejdi rahimahullah aludon se është argument se sa e rëndësishme është me mësu ignorantin. Sa e rëndësishme është, më thonë, që me mësu ignorantin, dhe po ashtu aludon dhe është argument se nuk lejohet, në disa raste, nuk lejohet të vënohet sqarimi dhe argumentimi kur e kërkon nevoja. Këtu ishte rasti, momenti, do më thonë. Do shaj pas gjumas, do ishte largu, nuk do kishte pa pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe kështu kishte vazhduar edhe xhuman tjetër, edhe xhuman tjetër. Prandaj do thonë një situatë e tillë do më thonë nuk e mundson na që me vënu. Nëse prandaj edhe kjo ka, do më thonë barakallahu fikum, edhe te parashtrimi i pyetjes, kur parashtron dikush për neve pyetje. Nëse pyetja është do më thonë patjetër, që duhet tash sot në moment me u përgjigj, është diçka tjetër. Ama nëse pyetja do më thonë është për diçka që ti do e bësh mas disa muaj ose ka ndodhur mo diçka, ajo ka kalu, që nuk është urgjent, duhem pas mirë kuptim barakallahu fikum. Edhe të çështjet e menhexhit, Sheikh Ubejdi rahimahullah ka thënë, nëse ti e ke një person që do më thonë ose në mënyrë të përditshme, ose do thonë prej kohës në kohë takohesh me të, atëherë ja shpjegon atit menhexhin dhe çështjet dhe meselet nga dal ka dal. Ama nëse takon dikën në aeroport ose te stacioni i trenit, dhe ti do shta e mendon se me këtë njeri unë stakojmë asnjëherë, atëherë ja tregon krejt atit me ret, se Shefqeti zbon, se Sadullahi zbon, se ai tjetri zbon, krejt se zbojnë. Edhe nëse të thot në fund, po si ka mundësi që krejt ta zbojnë, kush bon? E thosh, bon Xhemal Jakupi. Kaq. Se këta kanë këtë pikë, do më thonë, awami sidomos, që do më thonë flasin me emocione dhe jo me dije, i bën këta pyetje. I njohin disa Elvis Naçi, Ahmet Kalaja, tjetri e kështu me radhë, edhe po të pyet. Prandaj, si ka thënë Aliu radiallahu anhu, mësoje dijen, mësoje të vërtetën, do i mësojsh edhe njerëzit, do i kuptojsh. Ajo është edhe te puna. Si për shembull doktori jon. Ja Abdallah. Nuk mundesh me e dallu a është dentist i mirë, a nuk është dentist i mirë, nëse ti vetë nuk ke mësuar për stomatologji. Është ashtu. Kur ti ke mësuar në këtë drejtim, mundesh me dallu tjetrin pastaj. Ai tjetri që s'ka mësuar, mundet gjithë ditën e gjithë natën me fol, lidhje pa lidhje, me vend e pa vend. Ama ai që ka mësuar i din do të thonë se në ajo dije ka do baza, do rregulla. Edhe në çdo drejtim, edhe te çështjet e fesë. Ti tash nuk e ke mësuar të vërtetën, nuk i din argumentet, po më pyet për filanin për lilanin. Edhe në fund dalin edhe bojnë pyetje, po kush bon? Veç ju boni? Nuk është kjo fakhrun, nuk është që mburemi ne, e themi me plot modesti, po ne jemi veç. Si kemi thënë, ne jemi selefi, Xhemali është selefi, tanë selefit e Ballkanit,